Çka mundi miu, çish mundi mi animu aty në mos me pas atë shumë frikë ose a keni mesazh që mundesh Po, ne ju ndihmojmë. Zakonisht unë them, e kam një thonë gjithë tucanat të na vinë tonë. Tucanat vinë ti. Është një thonë kështu mirë, po, domethënë gjithë ata që kanë fobi, po, sa është fobi prej dentistit, vinë edhe ndohen gjithë kënaqshëm. Domethënë kemi shumë metoda, zakonisht fillimisht është kur të flasim me pacientin edhe e bindim. E dyta është që kemi edhe gazin gazmor, nitrous që thojmë oksidulin e azotit, ku pacienti relaksohet, është një gaz ku relaksohet më rash, dhe nuk e ndin as injekcionin as kurrë. Pastaj kemi edhe mundësinë tjetër në anestezion të përgjithshëm, ku pacienti flan edhe nuk ndin asgjë. Mirë, po në përgjithësi shumicën e tyre e bindim me fjalë edhe pa këto tjera. Okej. s'ka nevojë me pas frikë. Luftë psikologjike. S'ka nevojë me pas frikë. Diçka interesante që e pash tek një njeri i njohur, ishte që ai kishte alergji shumë të rëndë nga anestezioni. A ka një formë tjetër, dok, për njerëzit që vuajnë nga alergjia e anestezionit për të rregulluar gojen pa dhimbje, pa probleme? Altin, ka shumë lloje të anestezionit. Shumë. Diapazon shumë i gjatë. Edhe pacienti zakonisht nuk ka alergji në gjitha ato. Nuk kanë disa. Pse ka disa lloje anestezionit. Shumë. Ka menduar që është vetëm një lloj, pra kjo është ideja, duhet më shpjegoj. Mirë, po çe lëm faktin që edhe ka alergji në gjitha llojet e anestezionit lokale kemi fjalën. Në injekcione, si i thojmë neve. Atëherë është mundësia ta fusim në anestezion përgjithshëm. Ku nuk ka alergji. Domethënë ka shumë, i bëjmë testet të alergjisë, edhe aty shifet sakt në çka ka alergji. Po ka mundësi, domethënë, absolut s'ka pacient që s'mundet me hi edhe me ky shërbim. Këtu për shembull në këtë fotografi, çfarë keni rregullu që to dhamt? A janë këto veneers? Këto janë veneers, po janë faceta i thonë shë. Po janë veneers dhe pacienti se dëmt janë gjithë shnosh, ka ardhur ta rregulloj estetikën. Edhe këto janë minimal invasive, domethënë preparohen ose gryen shumë pak, edhe vendosen veneer që janë shumë të holla, janë dikon rreth 0.3 mm të holl, se dhëmbje praktikisht nuk gryhet hiç ose shumë pak.